Nëse vuani nga migrena, kjo recetë do jap fund dhimbjes tuaj. Kjo recetë jep efekt të shpejt kundër dhimbjes së kokës dhe migrenës, por edhe hidraton me bujari. Përbërësit janë 200 gram me lule radiqe, 1 lugë gjelle me mjalt, lënguj 3 limonëve të shtrydhur dhe 2 litra ujë. Përgatitja: vendosini barishtet në një kan dhe mbulojini ato me ujë. Shtoni lëngun e limonit dhe përzjeni së bashku. Më pas shtoni mjaltin për shije të ëmbël. Kanën vendoseni në frigorifer për 2 orë. Përdorimi: përpara se ta servirni, kullojeni lëngun që të hiqni lulet. Limonatën ju duhet që ta pini 2 herë në ditë kundër dhimbjes së kokës dhe gjithashtu 3 herë në ditë kundër dhimbjeve të ciklit. Por përpara se të pini këtë limonadë, konsultoni me mjekun që të përcaktoni nëse vuani nga gurët në veshka apo ulçëra.